kemi jam Juli? Ja cila është diferenca e një udhëtimi high cost në një udhëtim low cost në biletat që marrim ne nga Shqipëria me 10-20 euro dhe këto që janë më shumë. Këtu jemi në udhëtimin ton inter-indian, nga ana tjetër do të themi, dhe të japin jastëk për të ndënjur, për të fjetur, për të ushtrirë në cep, për qefin tonë. Veç jastëku të japin dhe batanie. Të ulesh edhe të flësh tamam me batanie, të cilën mund ta marrësh dhe me vete. Me rrikën punë e madhe, nuk është të thonë gjë. Veç asaj të japin edhe një, kështu të gjithë që do hapin një portofoli tëri që mund të marrë me vete, nuk e di po merret. Ja ke këtu kufje për shkak të cilat janë ca kufje të vogla këtu, që i merr me vete. Dhe janë këto kufje që i fut thjesht në vesh për të dëgjuar. Do them se çfarë mund të shikosh e dëgjosh se ka plot filma njërin e kaca që kanë udhëtuar, po unë pa bëj këtë video për ata që s'kanë udhëtuar. Kështu që ka ca kufje të thjeshta që mund të marrësh këtu. Veç këtyre kufjeve të thjeshta, po e hap në mënyrë të thjeshtë dhe unë këtu sepse tani po fillojnë këta. Ka dhe një palë kufje pak më të ndërlikuara, që janë këto kufje këtu, janë me fish normal, po jo për telefon dorës të fundit. Edhe i vë këtu dhe dëgjon dhe shikon filmat, podcastet, muzikën që ka këtu, smërës sot këtu ka ndalë Zajonja, dhe që ka ca filmat të tjerë. Këtu brenda që shikoni këtë portofolin, ka furç dhëmbësh. Ka furç dhëmbësh këtu brenda. Gjithashtu ka earplugs, ato që fut në vesh, që mos të dëgjohet zhurmë rreth rrotull, se ka kalamaj këtu qajnë njërën tjetër, çka nuk ka nga njerëz bërtasin, ulërasin. Ke këto gjërat e syve këtu, që janë, domethënë të vulosësh nga terrenët. Va ato mos të dëgjosh, vë këto të syve, edhe këto me vete do i marr, prit heqim kufjet një herë. Edhe këto i vendos kështu që mos të bjerë drita në sy. E këto do i përdor për 3 muaj të radhës që të flësi pasha, për qefin tim. Super gjë. Veç atyre se ka akoma gjëra. Çfarë ka një gjë tjetër? Ka shapka. Që ka shapka, se dia që kishte shapka. Ka shapka, që shikoni këto shapka këtu. I bura për momentin do i them asaj më ra shapka në një shapkë tjetër, edhe shapka e dytë, se do thoni what the? Ka çorape. Ka për këtë bibe ka çorape, shihe. Edhe të gjata. Pas ka çorape, tha se ishte shalt. Po thua ta vesh se mos ke ftohtë, mos ke ngrohtë, shumë ngrohtë është. Edhe si e fundit, që ka një white gel për të larë dhe dhëmbët. Të gjitha këto i ke brenda për të fshirë bilet normalisht, do sjellën edhe drekën e darkën e këto do ua tregoj pastaj ose herë tjetër ato gjitha ka me ujë, me bie, me njërin me tjetrën. Të gjitha këto brenda. Dhe të gjitha këto po duash ti blesh në ato low cost me lekë, domethënë dhe valixhen atje kështu këtu valixhen e mori 20 kg pa merak, pa asnjë lloj gjëje, edhe priority boarding edhe të gjitha. Nëse doni të udhtoni low cost, e bëni për lekët, po dhe high cost ka të mirat e saj. Ja vlen se ja vlen, ajo ngalet për ta vendosur ju.